me i the mos e bjerë nga Kina, ne mund të bim nga Kruja, me kë është. Në nëntorin e parë të historisë së Shqipërisë, 28 nëntor, 1423, Gjergj Kastrioti tha, liri nuk ju asolla unë, atë e gjeta mes jush. Kështu që edhe çuna tanë, që dikur luftoni në male, drogën nuk e quan ata, e gjetën atje. Krimin nuk e quan ata, e gjetën atje. Mafjan nuk e quan ata, e gjetën atje. Kështu që e gjithë kjo që ndodh, kjo balë që hidhet ndaj Shqipërisë dhe për më tepër, kush e bën? E bën sekretari i pari Partisë së Punës. Doktori. 50 vjet mision. Se si do mbahet shteti ende ne bardo ham dhe s'do ja shtrim dorën armikut. Po, patjetër, shqiptarët kanë një nga traditat më të bukura në botë. Themeltare, besën. I kanë dhënë besën, po kujt ja kanë dhënë besën? Një njeriu që kur Parlamenti Evropian voton për t'i hapur dritën jeshile Shqipërisë për të hyrë në Evropë, ti ke liderin e opozitës i cili shkon dhe i nxin faqen Shqipërisë dhe thot ne jemi narkoshtet. Dhe ka drejt Karamushi kur thot mbi cila terma bazohesh, se duhet të jesh shumë i kujdesshëm. Do të thënë, çfarë pune po bën ti mo vlla tani? Se tu duhet të akuzohesh për tradhti kombëtare dhe dalësh para gjyqit, se duhet jemi të kujdesshëm për ato që themi. Dhe këtu të gjej rastin, falenderoj dhe se këto ditë është bërë një llahtar shumë e madhe. Falenderoj dhe mbështet se mi që patën guximin Kurajun dhe besën dhe mbyllën ca gojë të liga në rjet që ti nuk guxon dhe falemderit për fjalën e lirë që mbështet Zhe i Madh dhe na jep mundësinë të shprehemi, po donjëherë këtu kemi dhe frikë të shprehemi mo vlla. Se dalin ca dhe të fillojnë, do me thënë, dhe kërcënojnë me nën, me motor, dhe pastaj, kur i merë krimi kibernetik në telefon, bëjnë si zonjusha në Prime. Pra, ne o kemi burni, o nuk kemi burni. Dhe, nëse kemi burni, të dim që ata që i nxin faqen Shqipërisë në Europë, duhet të mendojmë, janë shqiptar, apo janë shqipfolës, sepse shumë artikull që qarkullojnë në rjet dhe për origjinën. E ne nuk e dim, sinqerisht. Mos do shta janë shqipfolës, që ne janë paraqitur këtu e 50 vjetë si shqiptar, dhe nuk mjaftohen me plaçkitjen që i është bërë territoreve të Shqipërisë, po duan akoma dhe sot e kësaj dite, do me thënë, funksionojnë si jau gangrena në trup të shëndosh, që fillon e ha nga brënda, dhe derisa detyrohet pastaj të presin këmbën, presin dorën, ne mjaft jemi dhe përgjysmuar. Po, tani të mos jetë edhe, nëse jemi narkoshtet, më falë, pse futesh në zgjedhje, mor zotri? Abandonoj, mor buri dhe. Jemi në narkoshtet, ik në një shtet tjetër, më vlla.